Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo moment i vogël shndërrohet në një ngjarje të madhe, sepse aty nuk jetojnë vetëm banorët, por edhe emocionet, tensionet, xhelozitë dhe kufit personal që shpesh herë vijnë në provë. Një nga situatat që kanë ngjallur reagime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë ishte momenti kur Alba u fut në krevatin e Limit, ndërsa aty ndodhej edhe Dolce, gjë që solli një përplasje verbale dhe emocionale mes tyre. Gjithçka ndodhi në një moment që në dukje mund të konsiderohej i thjeshtë, por që në kontekstin e lojës dhe marrëdhënieve të krijuara brenda shtëpisë mori përmasa më të mëdha. Alba, në një mënyrë spontane ose ndoshta provokuese, u fut në krevatin ku po qëndronte Limiti. Ky veprim nuk u prit as pak mirë nga Dolce, e cila e konsideron Limitin si pjesë të hapësirës së saj personale, qoftë emocionale apo strategjike brenda lojës. Reagimi i Dolces ishte i menjëhershëm dhe i drejtë për drejtë. Ajo ju drejtua Albës me fjalë të qarta: "Largohu nga krevati jon", duke theksuar fjalën jon, çka tregon se për të, ai krevat nuk ishte thjesht një vend për të fjetur, por një simbol i afërsisë dhe lidhjes që ajo pretendon se ka me Limitin. Kjo frazë u interpretua nga shumë shikues si një shenjë posesiviteti, por edhe si një përpjekje për të vendosur kufi të qartë. Nga ana tjetër, Alba nuk u tërhoq menjëherë dhe situata mori një ton më ironik dhe provokues. Dolce vazhdoi me një frazë që u bë menjëherë virale: "Ik prej këtu, bye bye", një shprehje që përmbante një përzierje nervozizmi, sarkazme dhe përçmimi. Kjo mënyrë komunikimi u komentua gjerësisht nga publiku, ku disa e panë si reagim të justifikuar, ndërsa të tjerë e konsideruan si sjellje arrogante dhe të panevojshme. Limiti, i vendosur mes dy vajzave, u gjend në një pozitë të sikletshme. Reagimi i tij, qoftë përmes heshtjes apo tentativave për ta zbutur situatën, tregoi se edhe ai ishte i vetëdijshëm për tensionin që po krijohej. Në Big Brother, heshtja shpesh flet më shumë se fjalët, dhe qëndrimi i Limitit u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa menduan se ai po shmangte konfliktin, të tjerë se po përfitonte nga vëmendja. Kjo situatë nxori në pa disa elemente thelbësore të lojës së Big Brother Kosova. Së pari, mungesa e privatësisë bën që çdo veprim i vogël të marrë domethënie të madhe. Së dyti, xhelozia dhe rivaliteti femëror shpesh përdoren si armë strategjike për të krijuar narrativ dhe për të tërhequr vëmendjen e publikut. Dhe së treti, vendosja e kufive personal në një ambient të përbashkët mbetet një nga sfidat më të mëdha për banorët. Reagimet e publikut në rrjetet sociale ishin të shumta dhe të ndara. Një pjesë e shikuesve mbështetën Dolcen, duke thënë se Alba e kishte tepruar dhe kishte hyrë në një hapësirë që nuk i takonte. Të tjerë, përkundrazi, e mbrojtën Albën, duke theksuar se askush nuk zotëron një krevat apo një person brenda shtëpisë dhe se reagimi i Dolces ishte i egzageruar. Në përfundim, ky moment mes Albës, Limitit dhe Dolces është një shembull tipik i asaj që e bën Big Brother Kosova kaq të ndjekur: drama reale, emocione të forta dhe përplasje karakteresh. Një veprim i thjeshtë si futja në një krevat u shndërrua në një debat të madh, duke treguar se në këtë lojë çdo gjest ka peshë dhe çdo fjalë mund të ndryshojë perceptimin e publikut. Mbetet për t'u parë se si kjo situatë do të ndikojë në marrëdhëniet e tyre në vazhdim dhe në rrugëtimin e secilit drejt finales.